Tufjet gjumë, futëm Shqipërinë në NATO dhe hoqëm vizat me BE-n. Basha Ramës u zgjove ti dhe u mbushëm burgjet me shokët e tu. Lulzim Basha i është përgjigjur sërish me ironi kryeministrit dhe kësaj ere i rikujton se si ministri i jashtëm duke flejt gjumë, futi Shqipërinë në NATO dhe hoqi vizat me Bashkimin Evropian. Drejtuesi politike i koalicionit Euroatlantik mëtej pyet kryeministrin se në 12 vite ai çfarë ka arritur përveç se çoi shokët Erion Veliajn, Ilir Beqajn, Sajmir Tahirin, Arben Ahmetajn, Lefter Kokën dhe disa kryebashkiak dhe deputet në qelit e burgut, sipas tij për Ramën, kush nuk vjedh fle gjumë. Ai vion mëtej duke ironizuar edhe krekosjen e kryeministrit kur thot se BE s'ka me këtë flas përveç tij. Basha thot se një homolog i kryeministrit ku Rama ulet me të në të vetmen tavolinë euroatlantike që e gjeti gati si ajo e NATO-s, ka thënë se në fillim qeshni me shakat e Ramës, tani qeshni me Ramën. Basha e mbyll replikën me një mesazh për Ramën se e ka marrë vesh e gjithë bota se 77 baras 313. O Ram, tufjet gjumë futëm Shqipërinë në NATO, hoqëm vizat me Bashkimin Evropian kurse ti zgjuar çfararite, Lalieri tek vendi, Ilir Beqaja tek vendi, Caji Qorin tek vendi, Ben Ahmetajn ka ik për momentin, por gati e ka vendin, Terkoka tek vendi, për të mos llogarit pastaj kryebashkiakët dhe deputetët. Rame, se për ty kush nuk vjedh fle gjumë, Rame. Si the, me kë do flasi me Bashkimin Evropian? Me Ram, e di si më ka thënë një shok i joti, fillim qeshi me shakat e Ramës, tani qeshi me Ramën. Më Ram, e mori i vesh bota 77 baras 313 Rame, shprehet Basha.